Ne do të ecim më tej. Klodian Brau ka marrë zyrtarisht detyrën si kreu i ri i prokurorisë së posaçme. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, ai tha se fokusi i punës së tij do të jetë funksionimi i brendshëm i SPAK dhe zbatimi i ligjit, ndërsa theksoi se misioni i këtij institucioni shkon përtej mandateve personale. Për drejtuesin e ri të SPAK, Klodian Brau, ky institucion shkon përtej mandateve individuale të prokurorëve dhe fokusi i tij në krye të këtij institucioni do të jetë forcimi i funksionimit të brendshëm. Në ceremoninë e marrjes së detyrës, teksa njohu punën e dy ish-drejtuesve, Altin Dumanit e Arben Krajës, ai vuri theksin te bashkëpunimi. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Biroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah me përkushtim në përmbushje të zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptarë. Për Altin Dumanin, 3 vitet në krye të SPAK ishin më sfiduesit e karrierës së tij. Ai tha se kishte besim te Brau që do të mbështetej në trashëgiminë 6-vjeçare të këtij institucioni. I uroj shumë suksese zotit Brau në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbi trashëgiminë 6-vjeçare duke e çuar përpara misionin e SPAK-ut me integritet dhe vendosmëri. Brau është drejtuesi i tretë i prokurorisë së posaçme që nga krijimi i saj në dhjetor të 2019 dhe do të qëndrojë në krye të këtij institucioni 3 vite. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka uruar Klodian Braun për marrjen e detyrës si kreu i SPAK-ut. Në një deklaratë vlerësohet SPAK-u për qëndrueshmërinë përballë presioneve politike, si edhe për vendosmërinë dhe integritetin e treguar nga kryeprokurori më parshëm Altin Dumani. Në drejtimin e tij, SPAK shënoi hapa përpara në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe kontribuoi në forcimin e besimit të publikut te drejtësia, thuhet në deklaratën e misionit të Bashkimit Evropian. Më tej theksohet se lufta kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë, si dhe respektimi i shtetit të së drejtës janë përgjegjësi e përbashkët e të gjitha institucioneve kyçe dhe një element thelbësor i rrugës së Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, rrugë mbështetur nga shumica dërmuese e qytetarëve shqiptar. U bëjmë thirrje të gjitha institucioneve që të ushtrojnë plotësisht rolin e tyre, të përmbushin përgjegjësitë dhe të bashkëpunojnë pa rezervë për të garantuar llogaridhënie në dobi të gjithë qytetarëve, thuhet në deklaratë.